Mirë se vini miq në Kohë Reale, e nisim në fakt programin edhe ditën e sotme, ka qenë një premte e cila ka patur ngjarje nga më të ndryshme. Ndonjëherë mes kolegësh edhe diskutuam ditën e sotme se kjo e premte është parë si e premtja e zezë. Për fatin e keq, në pjesë të parë të programit do të nisim pikërisht me një in memoriam të humbjes së Fatos Nanos, liderit historik në fakt të Partisë Socialiste, ka qenë kryeministër për vite të tëra, një figurë e cila është komentuar her pas here, po absolutisht edhe nga simpatizantë të Partisë Socialiste, po edhe nga ata cilët kanë qenë kundërshtar të tij politik. Ai ka patur një lloj finese dhe humori që është njohur në politikën shqiptare, prandaj edhe sot dua që ta kujtoj jo vetëm nëpërmjet sigurisht profilit të tij, cilin do kemi mundësi t'ua prezantojmë në hyrje për gjithë ata të cilët nuk e kanë njohur, ndoshta edhe brezin e ri, po edhe për brezin e vjetër dhe ata të cilët kanë bashkëpunuar, që e kanë raportuar, pra gazetar, koleg, politikan, të cilët kanë ndarë momente me Fatos Nanon, me atë si politikan, me atë si njeri, dhe sigurisht edhe për humbjen që ka patur familja e Fatos Nanos. Kështu që i shpreh ngushëllimet në emër të redaksisë, po besoj edhe gjithashtu në emër të televizionit, familjarëve të ish kryeministrit Nano. Ndërkohë, unë e nis direkt me siglën e programit dhe fillojmë me hapjen e saj. Mirë, e nisim në Kohë Reale, siç thash, do të jetë pjesa e parë, pa u ndalur në fakt se çfarë do të bëjmë deri në fund të programit, ashtu siç ndoshta ndryshon her pas here, unë e them sa herë që jemi live. Kishim planifikuar një program tjetër i cili do t'i shkonte sigurisht aktualitetit dhe ngjarjeve të tjera, nuk do t'i lëm ato pa i diskutuar, por pjesën e parë do të fokusohemi pikërisht tek profili i Fatos Nanos, një lider politik i cili ka patur sigurisht drithijet e tij në jetën politike. Ai në fakt u shkëput nga politika, pra zgjodhi që të largohej mbas edhe humbjes së fushatës të viteve më parë dhe sigurisht pati një vëmendje ditët e fundit dhe në media për shkak të rëndesës së tij shëndetësore. Ka qenë i shtruar në një spital privat në kryeqytet për të qenë i monitoruar nga mjekët, me sa duket nuk ja doli dot që të fitonte këtë betejë edhe me sëmundjen e tij në momentet në këtë fazë ku mjekët po përpiqeshin që ta rikthenin edhe një herë në jetë. Do kem mundësi që të ndalem sigurisht për ta biseduar me ata të cilët e kanë njohur, që e kanë raportuar në historikun e tij politik, por jo vetëm, edhe në raportin human të liderit historik të Partisë Socialiste Fatos Nanos, po në krye të programit do doja ta nisja me një profil të tij. Një profil që i është dedikuar nga redaksia në Kohë Reale, si është njohur pra nga ana historike Fatos Nanos dhe rikthehemi me të ftuarit. Ish kryeministri Fatos Nano është ndarë nga jeta në moshën 73 vjeçare. Lindi në 16 shtator të vitit 1952 në Tiranë. Ka qenë 3 herë kryeministri i Shqipërisë dhe për 14 vite kryetari i Partisë Socialiste. Ai ishte pjesë aktive e zhvillimeve të vrullshme politike që ndodhën në Shqipëri. Ka dhënë dorëheqjen 3 herë si kryeministër dhe 2 herë si kryetari i Partisë Socialiste, duke themeluar institucionin e dorëheqjes në Shqipëri, por edhe duke vënë një rekord në këtë fushë. Koha më e shkurtër e qëndrimit kryeministër ka qenë në vitin 1991, kur drejtoi kabinetin vetëm për 3 muaj. Si kryetari i Këshillit të Ministrave drejtoi qeverinë socialiste për 36 muaj, nga gushti i vitit 2002 deri në shtator të vitit 2005 kur dha dorëheqjen. Fatos Nano mbante titullin doktor profesor i shkencave ekonomike. Titullin e parë e ka marrë në vitin 1980 dhe titullin profesor kur ishte kryeministër në vitin 2003 nga Fakulteti i Ekonomisë së Tiranës. Mbante titull deri nga 2 universitete italiane. Në vitin 2000, Universiteti Ndërkombëtar i Milanos e dekoroi me titullin doktor honoris causa në fushën e ekonomisë dhe po në këtë vit merr titullin e nderit doktor honoris causa në fushën e shkencave ekonomike nga Universiteti i Barit. Ishte politikani i parë që vendosi kontaktet me partitë e tjera të majta europiane që i dhanë njohjen Partisë Socialiste në rajone më tej. Mirë, ky është një profil i Fatos Nanos, i cili është ndarë ditën e sotme nga jeta, por do doja që të prezantoja në fakt edhe të ftuarit që do kem në program. Do të jetë mentor Kikia, mirë se vjen në studio me mua. Aleksandër Qipa është gjithashtu, kënaqësi që ju kam. Do të kem Alban Dudushin në lidhje Skype, mirë se vjen Alban. Do të kem gjithashtu edhe avokatin Spartak Ngjela, mirë se vjen avokat. Përpara do doja që ta nisja me Bleonën, kam Bleona Prengzaj në raportim nga edhe institucioni spitalor aty ku ka marrë një trajtim në fakt ditët e fundit lideri historik i Partisë Socialiste Fatos Nano. Po, më jep disa detaje Bleona.
si ka qenë kur është dhënë lajmi dhe si ka qenë sa ditë ka patur Fatos Nano që qëndronte në një luftë vazhdueshme për të dalë nga salla e spitalit. Flori, të përshëndes, atëherë ditën e sotme ka humbur jetën ish kryeministri, një herësh edhe lider historik i Partisë Socialiste Fatos jetë 3 vjeçare, ashtu si që edhe ti në fakt të përmende pak më parë, Fatos Nano ka qenë i shtruar në një spital privat në kryeqytet prej datës 8 tetor pas problemeve kronike respiratore, ku ka qëndruar mbi 20 ditë duke marrë mjekimin e nevojshëm, ndërkohë ditën e sotme ai ka ndërruar jetë dhe nuk ka mundur që t'i bëj ballë këtyre problemeve kronike respiratore që ka patur. Kujtojmë që politikani disa ditë më parë përsoi një arrest kardiak dhe më pas vdekje klinike të trurit. Prej kohësh në fakt për disa ditësh gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar deri në momentin që ditën e sotme ndërroi jetë. Ndërkohë këto probleme respiratore kanë qenë të kahershme në fakt, pasi 2 vite më parë ish kreu i Partisë Socialiste u përball me probleme shëndetësore për pasojë e problemeve me frymarrjes. Gjithashtu ai u nënshtrua dhe një ndërhyrje kirurgjikale për të luftuar sëmundjen e njohur ndryshe si SPOK, ndërkohë gjendja e tij ditët e fundit në fakt ishte përkeqësuar deri në momentin që ditën e sotme ai ka ndërruar jetë dhe në fakt në këto momente ende nuk ka dalë trupi i tij pa jetë nga spitali privat ku ka marrë mjekim që prej datës 8 tetor dhe pritet nga Kur pritet Bleona? Jo, pritet që nga momenti në moment të dalë edhe trupi i pajet i ish kryeministrit Fatos Nano, ndërkohë derisa të mbarojnë procedurat e nevojshme që trupi i pajet i Fatos Nanos të dalë nga spitali ku ka marrë mjekim për më shumë se 20 ditë. E qartë, mirë Bleona, do të qëndrosh aty për të parë edhe situatën, besoj që do t'jetë është pranë familjarëve, do t'jenë kanë qenë ata pranë edhe Fatos Nanos në momentet e fundit edhe të vështira, dhe një herë i shpreh ngushëllimet familjarëve. Mentor, duke qenë se edhe do largohesh, si sot ka qenë një ditë, patjetër një ditë goxha e ngarkuar me lajme, po ky lajm mbizotëroi edhe besoj ka qenë një humbje e madhe, jo vetëm për Partinë Socialiste, po besoj për politikën përgjithësi. Si e mban mend? Më kujto diçka në një moment me Fatos Nanon? Së pari në tilla raste janë ngushëllime familjeve, ati që asaj që humbi bashortin, fëmijëve që humbi babajnë, prindin dhe familjarëve të tjerë. Padyshim që Fatos Nano është nga ata njerëz që në politikën shqiptare historia do të merret me ta. Nuk janë shumë, por Nano është një prej tyre. Vendin normalisht doja përcaktoj në të ardhmen kur historia të jetë më e ftohtë dhe të shkruhet si e tillë, por që Nano padyshim e ka një vend të sigurt. Ai është padyshim politikani që nëse do të dua t'i njoh një merit është ai që mori të drejtoj Partinë e Punës, pra partinë që kishte udhëhequr diktaturën komuniste në këtë vend për 47 vjet, dhe ta shndronte në një parti europiane, pra një parti të mbushur me komunist, që në momentin kur ndroi emrin ishin gati të shqyenin Dritorova Gollin, ndërkohë që po mbante fjalimin e famshëm në Kongresin e 11. Këtë parti e mori ta drejtoi Fatos Nano dhe fal atij liberalizmit që kishte ai si natyrë njerëzore, fal një zgjuarsie, pasi ka qenë absolutisht një njeri me intelekt shumë të lartë, e shndroi, e modifikoi këtë parti në një parti moderniste europiane, duke futur në radhën e partive socialiste moderne. Kishte një frymë liberale. Ajo që e dallonte pikërisht Nanon ishte fryma liberale. Fryma liberale në marrëdhëniet njerëzore dhe frymën liberale të cilën ai e futi edhe në politikë. Dhe siç me të drejtë saktësohej apo theksohej në insertin që u transmetuat, ishte politikani i parë, për fat keq dhe i fundit, që njohu dhe zbatoi institucionin e dorëheqjes.
Është njeriu që është dorëhequr si kryeministër, është dorëhequr si kryetar partie, ka garuar, është rikthyer sërish. Pra duke u bërë një model demokracie në një kohë kur edhe pse ne pretendonin që kemi hyrë në epokën e demokracisë, demokracia ishte një gjë absolutisht e pa arritur në ato momente. Kështu që për këtë mendoj që Nano do të mbetet një lloj shkolle politike për çdo që do të mësoj. Për ta përfshirë pak avokatin, avokat, po, kjo frym liberale, mendojnë që i dha pik, po dëgjoj avokat, se di që pritjen e ke pak të vështirë. Nuk e di ma sillni pak audio në avokatit. Avokat, më dëgjon? Se dëgjoj unë. Regjia, ma sillni pak avokat në gjelën në lidhje, ose provojeni edhe një herë? Po, nuk e di, po e mbaj pak me qipën këto momente dhe direkt pastaj tek Albani. Besoj që do lidhet redaksia. Qipa, si do ta kujtosh Fatosnanën dhe më kujton do të kontaktin e parë që ke patur me të? Po kontaktin e parë kam pas në 97 në Gjirokastër, kur unë isha reporter i seksionit Shqip të BBC-s dhe punoj edhe për gazetën më të rëndësishme të vendit në atë kohë, Koha Jon. Kisha pas edhe një kontakt në periudhën e Burgut Bënçës, shkak se realizuam për gazetën rajonale Java që ishte atëherë një intervistë, e cila pastaj u përcoll si e tillë me shumë vëmendje nga gjithë shtypin kombëtar i Shqipërisë. Ishte komunikativ kërkonte dhe këtë kishte një lloj tendence psikologjike që bashkëfolsin ta suggestiononte dhe t'i shkaktonte, le të themi, një infernalitet në momentin e parë. Vërtet. Por pastaj kur hynte në komunikim dhe përballej me bashkëbisedues të vëmendshëm, menjëherë pastaj e ndryshonte qasjen. Dhe kjo ishte një nga gjë. Ishte personi batutës. Ka një gjë që duhet ta themi. Fatkeqësisht ai qëndroi në një raport të ndërmjetëm midis jetës dhe vdekjes për më shumë se 15 ditë. Dhe janë raste të tilla, të paktën nga motorët e kërkimit, na rezulton një fat të tillë të gjendjes koma, e kam pasur që nga Brezhnevi, që nga ish kryeministri i Turqisë Ecevit, Bülent Ecevit, dhe ish presidenti i Irakut, Talabani, i cili më vonë u bë dhe kryeministri i Kurdistanit. Këto janë raste në fakt që le të themi kanë hyrë tashmë në këtë antologjinë e rasteve. Por Fatosnano është një politikan që i shkon më shumë se kujdo tjetër maksima që njeriu bën një kohë, por ai bëri kohën e vet. Dhe kohën e vet e pati në tranzicion. Dhe si tillë ai krijoi kontrastin brenda tranzicionit, që është e vështirë për ta krijuar. Në qartë. Interesante, ndoshta edhe për ta diskutuar ka qenë aty në momentin e dur, në kohën e dur, dhe nëse do të kishte qenë në një kohë tjetër, si do të kishte qenë politika e Fatosnanos, ta përfshi pak avokatin. Avokat, po besoj tani dëgjoj. S'na ndalon teknikisht. Po. Mirë se vjen. Avokat, ju në fakt bët edhe reagimin e parë, për cilin doli që nuk ishte ashtu, po ka qenë një betejë. Si ishte ky lajm i ditës së sotme për humbjen e Fatosnanos? Sa i vështirë? Çdo kom dhe çdo shoqëri son një humbje të madhe në funksion të liderëve të mëdhenj të tyre. Fatosnano ishte një lider i madh në të gjitha drejtimet. Se erdhi në një vend, erdhi kryeministër në një shtet mesetar, pa asnjë vlerë. Urëzua në 92-shin, se u mendua se do vinin demokratë të mëdhenj, në të cilët na hodhën në luftën e 97-s, ju e dini. Dhe erdhi mbas 97-s dhe ristabilizoi adheun e vet Shqipërinë. Ai ishte demokrat jo në kuptimin e politikës, së vogël që flasin. Ai ishte një humanist i madh që e njifte shumë mirë shtetin, historinë dhe perëndimin. Kishte vlera shumë të mëdha në perëndim. Ishte një person krejtësisht oksidental, perëndimor. Njihte shumë mirë të huaja dhe komunikonte në një mënyrë elokuente dhe brillante me Bashkimin Evropian dhe me të gjithë shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe kur erdhi në Shqipëri, Shqipërinë e gjeti të shkatruar.
nga bastardë që nuk dihet se si erdhën dhe si ikën në Shqipëri. Dhe krijoi një klimë normale në të gjitha aspektet politike të shtetit shqiptar. Ishte i pari që dha konceptet moderne të kushtetutës, ishte nga ata të parët që nuk pati asnjë mlleth, pavarësisht që bëri një burg paligjshëm. Unë e kam takuar në burg, ta dini. Pra, asnjë mlleth. Kjo tregon që ishte një humanist, politikan i madh dhe shtetar i madh. Ma kujto pak kohën e burgut për të. Vale, një minut. Nuk më ha mendja që të ketë ndonjë tjetër në këto momente në Shqipëri, në atë nivel. Të presim historinë të na sjelli në anën e dytë. Çfarë kishit? Jepi. Jo, më sill pak kujtimet e kohës së burgut flas për të. Si kanë qenë? Jo, unë e takova në burg, unë isha avokat, edhe jo i ti. Unë hyrja e dinja nga burgu, se isha avokat, edhe më dhanë të drejtë në taj, takova rreth një orë, të kam bërë bisedë dhe ishte shumë i kthjellët. Dhe e mendova, thash, kthimi këtij në jetë të lirë, se Partia Demokratike Partia Socialiste bëri një vepër të madhe, nuk e hoqi si kryetar. Ai doli kryetar dhe e risolli Shqipërinë në theksin perëndimor. Dhe kjo është vlerë e tij në të gjitha drejtimet, edhe në liberalizmin e tij, edhe në nivelin intelektual, edhe në raportin e tij me atë. Unë duat nalim dhe tek një moment tjetër, avokat, se ju keni reaguar dhe në 2023 në gusht në mos gaboj, kur ai pati po gjithashtu një sulm tjetër fizike dhe shëndetësor. Në atë kohë dhe ju kërkuat ose bët një thirrje në fakt që institucionet edhe Partia Socialiste duhet të interesohet për kurimin e tij. Mendoni që e kanë kryer mjaftueshëm këtë ndihmën e tyre për të kuruar Fatosnanën, ndoshta edhe diku jashtë, apo Nuk di të them, nuk kam të dhëna, po nuk e kanë bërë gabim historik, nuk di, pa prova s'mund të flas. Unë ndërhyra dhe thash të urgjent, sepse ka qenë kryeministri më suksesin në Shqipërisë. Nuk është problemi të suksesit si ka drejtuar, sa të ka drejtuar mirë, por në intelektin human, në intelektin demokratik dhe në intelektin e vetë të një europianit mirëfill, që ishte njësoj se kur vinte nga Bashkimi Evropian. E kuptoj. Në të gjithë optikën, në të gjithë bisedat dhe në të gjitha fjalimet që kanë bërë. Përpara se të falenderoj, avokat. Pa diskutim është humbje e madhe për Shqipërinë, por ajo e ka dhënë, e ka krijuar modelin e tij. Mbani mend nga unë një gjë. Kryeministri po nuk dha model, po dha model të shëmtuar ikën nga historia. Nuk e mban historia se do hyj komedia më shumë se historia. Pra dha një model mirë thoni ju, prandaj e mbani. Një minutë, të lutem. Ky ishte një model i lartë i njeriut intelektual të nivelit lartë që diti të komunikonte shumë mirë me shoqërinë e vet dhe i dha Shqipërisë befas, i krijoi Shqipërisë konceptin real të demokracisë në kuptimin kam apo nuk kam mlefe për ata që më kanë shkaktuar dëme. Mos mendoni se është një gjë e lehtë kjo, që të hysh në burg pa faj, që të hysh në burg politikisht dhe të dalësh nga burgu kryeministër, se ka dalë nga burgu kryeministër. Dhe të mos ketë një minutë. Dhe të mos ketë asnjë ndjenjë hakmarrjeje ndaj padrejtësisë që ishte për edhe ndaj organeve të drejtësisë, por edhe ndaj atyre që ishin në politikën e lartë dhe e goditën si konkurrent. E qartë. Avokat, falenderoj shumë për reagimin edhe për prezencën që ju pata sot në studio. Kënaqësi. Faleminderit. Alban, se ti e di, avokati kërkon kohën e tij dhe zakonisht është kështu solitar në biseda, po si e kujton. Kthehemi pak. E njohim avokatin dhe simpatik edhe kur ndonjëherë bëhet i ashpër me ne gazetarët, gjithsesi mbetet simpatik. Edhe në fakt ka një gjë, domethënë se unë po e dëgjoj avokatin dhe
po kujtoja, domethënë, natyrisht unë jam më i vogël në moshë edhe se avokati, edhe se tashmë i ndjeri kryeministri Fatos Nano, po ne kemi dëgjuar historitë e tyre të rinisë. Dhe në fakt ky ka qenë një brez që është brezi i rinisë së viteve fundi viteve 60 avokati, mesi viteve 70 Fatos Nano, që ka qenë një brez i cili në fakt ishin në atë kohë me kokën nga perëndimi dhe duhet kemi parasysh kontekstin historik të Shqipërisë asaj periudhe që ishte momenti kur Shqipëria gjithmonë më tepër po mbyllej brenda asaj guackës së saj të vështirë të kohës, domethënë, ku regjimi ishte bërë shumë i egër dhe ndërkohë këta ishin personazhe të cilët në Tiranë shikoheshin me kuriozitet të madh. Fatos Nano ka qenë një nga ata, ka qenë një nga personazhet të cilët i kishte në jetën e tij edhe librat, edhe pijen, edhe gjuhët e huaja, edhe muzikën i kishte të përfshira. Kështu që ka një natyrshmëri pse Fatos Nano në 91-shin duke marrë kreun e Partisë Socialiste, duke ndruar nga Partia e Punës, që ishte prap një parti, siç e tha pak më parë edhe mentori, një parti e komunistëve, kur bëhet fjalë për komunistët, flasim për një tip komunizmi i cili në fakt nuk ekzistonte as në vendet e tjera të lindjes. Pra, në gjën e vet më të mbyllur, në gjën e vet më të egër, në gjën e vet me trurin më të zvogluar nga të gjitha ato vende ku dogma gjithashtu kishte zënë vend. Edhe të kontrastin kjo parti, jo më vonë se 6 muaj pasi u fituan zgjedhjet e 92-shit, kujtojmë që në vitin 1992 Partia Demokratike fitoi në 22 mars. Në qershorin e atij viti u bën zgjedhjet lokale. Dhe rikthimi i Partisë Socialiste aq shpejt me zgjedhjet lokale si një fuqi, pra nga Partia e Punës, e cila mendoi që do të zhdukej nga skena historike, një transformim i cili sapo kishte filluar në Partinë Socialiste, e cila u rikthye në zgjedhjet lokale duke fituar zgjedhjet lokale të atij viti, ishte një merit e jashtëzakonshme e Nanos dhe e të gjithë atij grupi intelektualësh të viteve 80, të cilët megjithse vinin nga një, le të themi, background komunist, në fakt ishin mendjet e hapura dhe ishin, le të themi, ata fëmijë të diktaturës që ju kthyen kundër etërit të tyre në një lloj kuptimi. Dhe ndërkohë nga ana tjetër të bënte një përshtypje sepse ka qenë edhe një lloj brezi, sigurisht me që fole për më i riu ndër të gjithë, më i ri dhe se ty jam dhe unë, kështu që unë e shoh nga një tjetër perspektivë totalisht. Jo, unë jam më i ri se avokati dhe se... Po, në këtë kontekst, jo, e kuptoj, po thoya që imagjinoj unë akoma dhe më i ri dhe më i vogël, po. Por e kam fjalën këtu. Ka qenë dhe një brez që më bën përshtypje me që e përmendë pjesën e brezit, për të përfshirë ndoshta edhe të gjithëve. Brezi që nuk zgjodhi të largohej. Pra, pa çka se në atë kohë të gjithë lëvizën, ndryshe nga sot. Pra sot nëse sheh që shumë njerëz, shumë të rinj edhe po largohen dhe nuk zgjedhin të kalojnë sfida politike, ishte një brez që zgjodhi të qëndronte. Mendoj pa çka situatës së dikurshme. Unë nuk e besoj që ishte një sakrificë kjo që bëri Nano në atë periudhë që qëndroi në Shqipëri, sepse Nano në atë periudhë ishte në ata personazhe brenda Partisë Punës të cilët kishin filluar të përzgjidheshin, sepse Partia e Punës në fundin e viteve 80 gjithsesi e ndjente nevojën e një lloj reforme. Kishte filluar një lloj moderacioni prej Ramiz Alis që pas vdekjes së Enver Hoxhës. Kështu që në këtë lloj kuptimi i duheshin disa figura të reja. Fatos Nano ka qenë në Institutin e Studimeve Marksiste-Leniniste në atë periudhë dhe ishte të cilën e kryesonte Nexhmia Hoxha, ishte Nexhmia Hoxha në krye të saj dhe Fatos Nano ishte aty. Pra, ishte një personazh i cili në një lloj kuptimi ishte në pozita të mira shoqërore. Ishte në pozita të mira shoqërore. Pra, dhe Fatos Nano për herë të parë për ne të rinj të asaj periudhe, natyrisht filloi të spikaste nëpërmjet shkrimeve në gazetën Zëri i Popullit, ashtu siç shkruante edhe Sali Berisha, siç shkruante Gramos Pashko, siç shkruante Ylli Popa në atë periudhë, edhe Fatos Nano me shkrimet e veta në lidhje me idetë ekonomike të vendit. Kjo është periudha 89 pa ardhur ende 90-ta. Kështu që Fatos Nano ishte ky dhe në mënyrë të natyrshme besoj unë, ai erdhi si njeriu i cili i ndroi fillimisht pamjen, po më vonë edhe përmbajtjen Partisë Socialiste, duke bërë atë Parti Socialiste të cilën ne e njohim si, le të themi, forcën më demokratike të asaj periudhe,
dhe ne që jemi gazetarë të vjetër dhe kemi ndjekur mbajmë mend të gjitha debatet që zhvilloheshin aty, rrymat, korrentet, përplasjet, bisedat e hapura që bëheshin. Një detaj për shembull. Tha Angjela që Nano doli nga burgu kryeministër dhe është e vërtet, po Nano ndeti vetëm një vit kryeministër, sepse me vrasjen e Azem Ajdarit në 1998 dhe me tentativën për grush shteti nga ana e Partisë Demokratike në atë kohë, Nano u largua si kryeministër dhe erdhi Pandeli Majko, u bë Majko, dhe nga 98-a deri në 2005, në fakt socialistët kanë pasur 3 kryeministra në qeveri. Kanë pasur Nanon, kanë pasur Majkon, pastaj kanë pasur Metën, pastaj kanë pasur Nanon prap derisa Nano e mbylli në 2005. Dhe një detaj i fundit në lidhje me dorëheqjen që u përmend aty. Nano ishte mjeshtër i dorëheqjeve. Kjo tash po dihet. Ne ka dhënë disa herë dorëheqjen, për herë të fundit e dha në vitin 2005. Në vitin 2005 Fatos Nano ishte vetëm 53 vjeç. Mosha ime, mosha e mentorit tani, dhe pak më i vogël se sa Qipa. Tani, një person, pra u tërhoq nga politika në pjekurit, në politikë është në kulmin e pjekurisë. E kuptoj. Dhe Nano mori vendimin historik që pikërisht në atë periudhë të tërhiqej nga kryesimi i Partisë Socialiste dhe t'i hapte rrugën një ere të re dhe një, le të themi, ndryshimi dhe reformimi të Partisë Socialiste për të ardhur në historinë e tanishme. E qartë, mirë, ja që të përfshit gjithve dhe pastaj mund. Mentor, i shërbeu deri në fund Fatos Nano, me që po e lidh pak me komentin e Albanit, që u largua nga politika në një mosh edhe në një pjekuri shumë të mirë, ku mundet vazhdon të t'ishte pjesë. Po, i shërbeu deri në fund Partisë Socialiste Fatos Nano? Apo u largua dhe nuk u morë më kur? Të jemi shumë të drejt me historinë. Nano u largua, por më shumë se sa u largua, e larguan. Dhe kjo ishte koha kur Edi Rama po shkarkonte të gjithë energjitë e tij, pra ishte politikani në rritje, një produkt i vet Nanos që po merrte drejtimin e Partisë Socialiste. Nano u largua apo e larguan si pasoj e natyrës së tij liberale dhe demokrate. Kemi parasysh që politikanët që dominonin skenën atë kohë ishte Nano dhe Berisha. Berisha me natyrën e tij as pak demokratike. Nano shumë liberal, por një lloj liberalizmi që në Partinë Socialiste herë përkthehej si demokraci e herë përkthehej si kaotizëm, ku gjithkush me ato grupazhet nga ku lindi LSI-ja, por për hir të vërtetës një liberalizëm që çoi edhe në trashjen e aferave të korrupsionit brenda qeverisë së tij. Dhe në 2005 me largimin nga pushteti, Nano me natyrën e tij dhe me rikthimin e Berishës, mos harrojmë, jemi e para shoqëri që në 2005 rikthye me vot të lirë një politikan dhe një parti politike për rrëzimin e cilit nga pushteti ishte konsumuar një rebelim i armatosur si në 97, kam fjalën për Berishën. Dhe për herë të parë në shoqërinë tonë mentor, pas 92-shit u bë një rotacion i qetë dhe normal pushtetit. Zgjedhjet e 2005-s kanë qenë zgjedhjet më të mira që kemi bërë ne. Është çik ironike ta thuash që nga 2025-at kujtoshim më të mirat kanë qenë 2005-a, kanë qenë fal Nanos me natyrën e tij si politikan. Tjetër gjë, Nano për shkak të kësaj natyre, e theksoi Gjela, nuk ishte hakmarrës. Si ndaj rivalëve të vet, ndaj nga partia e tij lindi, LSI-ja që ishte kingmaker si pasaj që përcaktonte edhe qeverit pas kësaj. Ai nuk ndoqi teorinë e përjashtimit, nuk ndoqi teorinë e asgjësimit të rivalëve të vet politik. La pasues politik. U shndrua në shkollë. U shndrua në shkollë. Krijoi hapësira që të rriten. Më fal mentor, pas KPD-së famshme të 2002-shit, që ishte sherri i famshëm Meta në atë ishte kryeministër, Nano ishte kryetari i partisë. Dhe ishte përplasje e famshme e grupit të Ilir Medës dhe Medës me Fatos Nano. Ajo histori u zgjidh dhe interesanti është që gjithmonë sa kishin sherr ato dy, dilte Pandi Majko.
pastaj kur pajtoheshin këta të dyja ante pandi gjithmonë. Ka qenë historia. Dhe domethënë, ata u përplasën me njëri tjetrin, patin një periudhë kohë që fund pikërisht pandin si kryeministër për ta qetësuar situatën dhe ata ranë në marrëveshje dhe Fatos Nano u bë kryeministër, Ilir Meta u bë zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm. Dhe kështu në këtë kompromis e mbyllën sherrin e madh që patëm. Pastaj u prish kjo histori derisa Meta u largua në 2003 dhe krijoi partinë e tij. Dy gjëra të fundit dhe e mbyll sërish duke ju referuar konstatimin dhe ngjeles që Nano futi konceptin e shtetit. Për fat keq, ne vinim nga një politik bajraktariste ku i pari vendit është përgjegjës për gjithçka. Nano me natyrën e tij çliroi pushtet. Nga e mori këtë frym liberale? Kish ka të bëjë me natyrën e tij. Ka të bëjë me natyrën. Ka të bëjë me natyrën. Dhe ishte edhe vetë si natyrë liberal, kështu flas edhe në jetën e tij? Padyshim. Ishte edhe në jetën private dhe këtë e demonstronte edhe në politik. Që një moment që për shkak të këtij kaosit brenda partisë, grupazheve, nuk po arrinte të emëronte ministra dhe qeverisi për disa muaj me zëvendës ministra. Pra kishte në kupolën e lartë, qeverisi është kaotike, por në kapilarët shteti funksionon të mënyrë perfekte për kohën. Dhe të mendosh të paktën sot, nëse tronditet fort leadershipi, kjo zbret me njëherë në nivel vertikal, sepse thash, Nano kishte çliruar pushtet dhe gjithkush përgjegjës për strukturat e veta ishte në gjendje të menaxhonte pushtetin që i takonte. Për ta përmbyllur, kam një detaj lidhur me burgosjen e Nanos. Nano u burgos si lider politik. Dhe për këtë besoj që askush nuk ka asnjë dyshim. Por, unë kam pyetur zotin Berisha konkretisht për këtë histori. Kur Berisha ishte në pushtet dhe Nano ishte në opozitë dhe Nano ishte kryeministër, konflikti opozit-mazhorancë ishte jashtëzakonisht agresiv. Berisha në opozit, qeverisë Nano si thoshte ansambli babzia, për shkak të historisë e korrupsionit, dhe në 2005-ën, kur socialistët dhe Nano ranë nga pushteti, pritshmëritë për të qenë agresive qeveria e re, bëri që pjesa më e madhe stafit të Nanos të rëmonin, të kërkonin për viza për t'ikur nga Shqipëria, sepse i trembeshin një hakmarrje kaq të madhe. Në fakt nuk ndodhi asgjë. Dhe unë ka pyet Berishën si pas gjithë këtyre përbetimeve që sapo të viun pushtet, ti nuk do gjesh vend ku të futesh. I tillë ka qenë edhe komunikimi. Thash, s'ndodhi asgjë. Çfarë? Pse? Edhe me një lloj humori me sa duket për ta thënë kështu, Berisha tha, po e kishte bërë burgun para dhënje, thaj. E kishte bërë. Në farë mënyre dëshmonte që burgosja e Nanos ishte krejtësisht politike dhe ajo historia e aferës ishte... Qipa, që po mendon se mu bëre shumë mendimtar. Ka një gjë që derdhi si kujtim dhe në fakt, me që jemi këtu, mund të të pyes, mendon që duhet të reagoj edhe zoti Berisha për ndarjen nga jeta e Fatos Nanos? E para njerëz, se zoti Berisha është shprehur disa herë. Historia politike e Fatos Nanos nuk u mbyll me dorëheqjen e 2005-s si kryeministër. Ajo pati një tentativë, madje me një këmbgulje të dyfisht për të bërë president i Republikës. Por vullneti i munguar i Partisë Socialiste ja mohoi këtë drejtë dhe pas kësaj ai mori vendimin e pakthyeshëm të largimit nga politika. Marrëdhënia midis Fatos Nanos dhe Sali Berishës, si dy politikanë që determinuan kryesisht 2 dekadat e para të tranzicionit post-komunist shqiptar, ishte një marrëdhënie atipike. Zoti Berisha ishte personi që ja ngulte dragojt majtist shpatën në zemër apo në mënyrën më të dhimbshme. Pra nuk kursehi. Ndërsa Fatos Nano kishte një mënyrë tjetër. I priste thonjt dragojt për të mos plagosur dhe gjakosur më tej shoqërinë apo vendin. E dyta, në historinë politike dhe të mendimit ekonomiko-politik të Shqipërisë pas 90-s, 2 personazhe u ndanë në kampe të ndryshme, por që ishin pjesë e një valence të formimit të tyre ekonomiko-politik, ishte Gramos Pashko që i përkiste Partisë Demokratike dhe solli mendimin, të themi, radikal të
të së djathtës, në fakt ai ishte një mendim shumë konservator. Dhe Fatos Nano, që padyshim e shndroi filozofinë e materializmit ekonomik në një koncept të përshtatur në ekonominë kapitaliste. Dua ta pyes pak Alban, ti vete ke intervistuar ose ke patur në një panel Fatos Nano? Po. Kur? Disa herë kam intervistuar, madje shiko, se unë përpara se të merresha me emisionet dhe të ashtu në studio, kam qenë dhe gazetar terreni dhe kam ndjekur Partinë Socialiste. Pastaj natyrisht e kam intervistuar edhe në studio. Herën e parë kam në Top Show, atëherë në Top Channel, e kam intervistuar kur u kthye nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kishte një kuriozitet jashtëzakonshëm dhe një le të themi konkurrencë të madhe midis studiove televizive se kush do ta merrte studio. Zgjodhi që të vinte tek unë. Dhe e kam intervistuar gjithashtu edhe ky është një moment që unë e mbaj mend. Domethënë e kam intervistuar në fundin në mbyllje të fushatës së 2005-s, pra në kohën që ai le të themi ishte në muajt e fundit të qeverisjes së tij, madje në ditët e fundit sepse ishin pikërisht në mbyllje të fushatës, e kam intervistuar në emisionin që bënim atëherë për fushatën. Kjo është shumë interesante sepse një ditë më përpara unë bëra ditëlindjen 1 vjetorin e vajzës time që në fakt u kthye në një dasëm, meqense ne kishim bërë dasëm dhe kisha ftuar të gjithë miqtë e mi të ngushtë dhe miqtë e televizionit. Dhe në një moment të caktuar në atë lokalin që ishim, atje i zoti i lokalit që ishte miku im më thotë do vish pak, më thotë se të kërkon dikush. Edhe vete dhe shikoj në një salet, aty ishte Fatos Nano me një 2 miq të tjerë të përbashkët. Dhe me atë po themi shpengimin që kishte ai në jetën e përditshme dhe çipat me mentorin e kujtojnë shumë mirë këtë, më thot, më tha mua, po ti tha, më shumë ke bredh pas meje, tha në përfushat se sa pas grustate dhe do më martu pa mftu më ndacëm. Kjo ka qenë të nesërmen pasaj, ne ishim në fakt, i kisha bërë ftesën dhe ishim në emision, pikërisht për mbylljen e fushatës dhe natyrisht për paraqitjen e programit që i kishte të Partisë Socialiste. Ja të pyes me që jemi këtu, nëse dua të pyes në fakt që të treve. Cila do kishte, nëse do kishit patur një intervistë, besoj, le të themi të viteve të fundit, për çfarë do doni ta pyesnit Fatos Nanon? Ndoshta një pyetje edhe që mund të të vi kështu ndërmend, tani mëngjes, më duhet që të shkoj në lidhje live në këto momente tek Bleona, sepse kam përshtypjen që është momenti i fundit ku po shoqërohet, besoj nga familjarët edhe nga spitali, trupi i pajet i liderit historik Fatos Nano, i cili u nda nga jeta ditën e sotme, nuk e di nëse e kam Bleonën në këto momente në lidhje për të ma konfirmuar apo jo, po për sa kohë që regjia është duke më dhënë planin, besoj që jemi në ato momente. Pra ditën e sotme, pas 14 apo 15 ditëve në cilët ka qenë në monitorim nga mjekët, Fatos Nano është ndarë nga jeta, nuk ka patur do të mundësi që t'ja dalë në këtë betej për pas edhe një smundje apo një goditje të cilën duket se e la të shtruar në spital, në shtratin e spitalit, dhe në fakt për fatin e keq, sot u nda nga jeta. Dhe njëherë ngushëllime familjes për humbjen e tij, po ndërkohë Bleona ma konfirmon nëse është e vërtet apo jo. Po Bleona, të kam në lidhje? Po, Flori, atëherë në këto momente ka dalë edhe makina funerale e cila ka marrë trupin e pajet të ish kryeministrit Fatos Nano. Makina ka dalë pikërisht vetëm disa qaste më parë nga spitali privat ku Nano mjekohej për disa ditësh. E qartë. Dhe është bërë e mundur në fakt ardhja e makinës funerale, marrja e trupit të pajet dhe dalja nga spitali privat. Pra është shoqëruar, ka qenë ky momenti. Mirë, të falenderoj Bleona që të pata edhe një herë në lidhje. Ju bëra për pyetjen, nëse do të kishit patur një pyetje për t'ja bërë qipa, për çfarë do ta kishe pyetur Fatos Nano? Po ka shumë. E para njerë, një politikan që nuk është më në politikën aktive, pyetet për atë që quhet inversioni politik për periudhën që ka kaluar gjatë kohës së mosqenies së tij protagonist. E dyta, në politik shpesh ka përcehen gjërat. Dhe është vënë re që në komunikimin indirekt që kanë realizuar dy kundërshtarët e egër të tranzicionit, Fatos Nano, tashmë në amshime dhe Sali Berisha në jetën aktive, kanë ndryshuar qasjen.
Herë ka ndryshuar qasjen, por kryesisht zoti Berisha për shkak se është ende aktiv, për t'i bërë një karshillëk pasusit ose pasardhësit të zotit Nano në kryesimin e Partisë Socialiste, dhe një ndër pyetjet e tjera padyshim është diçka që nuk është thënë. Ka një merit sidomos në mënyrën se si adresoi shtetin në disa çështje kruciale të interesit kombëtar. Në periudhën e qeverisjes, sidomos në mandatin e plot, se ai nuk pati mandatet plota edhe pse u bë 3 herë kryeministër, u diskutuan në Parlamentin e Shqipërisë disa vendimarrje ligjore të cilat shkaktonin pasoja, sidomos në interesin kombëtar. Dhe këtu e kam fjalën për 2 gjëra. Fatos Nano u investua në mënyrë më potenciale të mos ngatronte konceptin e pakicave etnike me pakicat kulturore në Shqipëri. Kur e përdorim këtë si stilem politike, duket sikur themi një gjë të përgjithshme. Por ju e dini fort mirë, Shqipëria deri në periudhën kur qeveriste Fatos Nano ka pasur vetëm 3 pakica kombëtare që quhen si tilla. Ishte pakica greke, pakica maqedonse dhe pakica malazeze. Kryesisht serbo-malazeze, se atëherë ishte edhe periudha i Jugosllavisë. Me ndryshimet ligjore në Shqipëri, sot Shqipëria ka një pluralitet, le të themi, po fatmirësisht jo për ndryshime kushtetuese dhe jo për përfaqësime shtetformuese, të më shumë se 10 pakicave. Dhe këtë gjë duhet ta kuptojmë. Edhe pasaj për relacionet bilaterale, që në momentet caktuara kruciale ai ka mbajtur qëndrime në favor të interesit kombëtar. E dyta që është shumë e rëndësishme, e thanë edhe kolegët, ka të bëjë shumë me institucionalizmin, se si e delegon demokracinë ligjore në funksionimin e administratës publike dhe shtetit ligjor. Në asnjë moment Fatos Nano nuk u përball me, siç ka ndodhur rëndom pas periudhës së tij, pas 2005-s, me gjykatat kushtetuese të vendit, me gjykatën e lartë, me sistemin gjyqësor, me sistemin e prokurorisë së vendit e tjerë. Dhe në këtë kënd vështrimin e duhet të rikthejmë, se ajo që thuhet sot me plot të drejtë, që ka ndryshuar qasja midis disniveleve të shtatlarësive të pushteteve që formsojnë demokracinë e Republikës sonë, Fatos Nano ishte një shembull që në fakt nuk e tejkaloi shtatlarësinë e tij në cilësinë e të qenit shefi i ekzekutivit për të kapërcyer pushtetet e tjera të shtetit delikat, për të shtetit aq, le të themi, dhe demokracisë aq hibride që kishte Shqipëria. Mirë, unë në fakt falenderoj mentor Kikin që ishte në studio për të bërë një bisedë, më përfshihet edhe profesori Erben Malaj, me që e kam lidhje. Mirë se vjen, kënaqësi që të kam sot për fatin e keq, për një temë, një kolekt cili është ndarë nga jeta, po më sillni 2-3 kujtime në lidhje me të, me Fatos Nanon edhe lajmin që morët ditën e sotme që u nda nga jeta. Kjo është një ditë e trishtueshme për familje, për miqt, për socialistët. Sigurisht që gjë e parë është të ngushëllojmë dhe Nano të prehet në paqe. Për mua ka qenë fat dhe realisht kam qenë në qeveri vetëm me Fatosin për të mësuar nga ai jo thjesht për qeverisje, por për kulturën politike. Nano në një mënyrë ose tjetër ka qenë pak fatkeq në politikë, sepse është dashur të qeverisë në periudat më kritike të tranzicionit shqiptar, duke filluar me 91-shin. Por ndryshe nga çfarë ndodh, Nano gjithmonë me atë kulturën e tij si liberal, si vizionar, si njëri me shpirt demokratik, gjithmonë ka ofruar dorëheqjen e tij pikërisht për të mos akaruar situatat sociale në vend, që në vitin 91 grevat shpërthenin kudo dhe ishte e pamundur, por jo më pak e vështirë ishte dhe menaxhimi i Shqipërisë pas rënies së skemave piramidale. Nëse do të thosha 2-3 momente ku unë jam impresionuar dhe më ka shërbyer. Po, një 2-3 momente do doja t'i dinim. Po, që për të bëjë vetë trashëgiminë e pasur politike të Nanos, momenti i parë ka qenë sa u krijua qeveria pas zgjedhjeve të Korrikut të 97-s, kur me të drejtë deputet socialist kërkonin që ish majoranca të penalizoj për krizën e madhe që pësoi vendi. Për të parë, aty pash, si thuash, thelbin politik të Nanos, se të ishte shumë e vështirë që përballë grupit parlamentar të mos bëhesh mbështetës i idesë
ndoshta vetë drejt, ndoshta pa drejt, që duhet të hetohesh deri në fund çfarë që ndodh të skemat piramidale dhe deri me burgosje të liderëve të asaj qeverie. Mesazhi i Nanos të grup parlamentar ishte i qartë dhe i shkurt. Unë jam mit dhe kërkoj të çmitizohem. Dhe ju duhet të më ndihmoni të çmitizohem. Por unë nuk krijoj një mit tjetër politik në shqiptare duke futur në burg liderin e opozitës dhe për ta mbajtur Shqipërinë gjithmonë në një situatë të vështirë edhe të ashpër politike. Kishte kolegë që i kujtonin dhe vojtjet e tij në burg. Pra vojtjet i kam kaluar unë dhe mbaj unë përgjegjësinë për vojtjet e mia. Por ne duhet ta bëjmë këtë gjë, nuk duhet të krijojmë mite politike ndërmjet burgosjes së tyre siç u krijova unë. Dhe ishte një model. Ishte shumë i qartë atë që tha dhe Sandri në ndarjen dhe kontrolin e pushteteve. Nano nuk synoi kurrë të kishte një pushtet absolut. Nuk synoi të kishte njeriu e duhur në presidenca, në parlamenta, të shërbime sekrete. Ai mendonte se Nuk kërkonte kështu një lloj monopoli politik, thoni. Jo, asnjëherë. Dhe bile bënte kompromise dhe me opozitën, kur me idenë dhe vizionin e tij që opozita ka një pjesë të elektoratit dhe në instruksionet kushtetuese që krijoheshin ndërmjet parlamentit, siç ishte Banka e Shqipërisë, bordi, kontrolli lartë i shtetit, gjykatat që miratoheshin nga presidenti dhe pastaj vinin në parlament, ai kishte idenë që ne duhet lëmë hapësira dhe për ata dhe realisht kjo po kujtohet. Ishte i prirur nga zgjidhja e krizave. Për shembull, rasti i presidentit Topi, që shpesh opinioni publik i akuzonte deputetët e PS-s se u shitën e morën kaq ose aq lek, ishte një zgjidhje e iniciuar dhe nga Nano dhe ne menduam, bëm një analizë që edhe sikur të shkonim dhe të hynim në krizë të zgjedhjes presidentit, do shkonim në zgjedhje të reja. Zgjedhjet e reja mund të jenë një rezultat. Kjo do zgjaste krizën, se një krizë politike afekton krizën ekonomike. Kështu që në gjitha këto raste e kam parë gjithmonë me atë dëshirën për të zgjidhur. Interesante. Mirë, se dua të ndalim dhe, profesor, do ndalim edhe 1-2-3 komente të tjera dhe memorje të tjera me ju, po ta përfshi Albanin me që do duhet largohet bashkë me Çipën. Një pyetje fundit. Alban, nëse pyetjes simet më parshme, nëse do kishe një pyetje apo në një intervistë të fundit me Fatos Nanon, çfarë do doje ti merrje? Cilat do të ishin përgjigjet që do doje ti merrje? Një reflektim mbi politikën e sotshme aktuale në Shqipëri do të ishte patjetër një nga pyetjet dhe domethënë sa është Partia Socialiste sot ajo parti që laj në 2005 do ishte prapë një pyetje që doja bëja. Po një pyetje që ti mendon nuk i dha kurrë një përgjigje Fatos Nano në këndvështrimin tënd. Ç'është ka? Shkon në vitin e largët 91, çfarë është biseduar në Sante Gjitjo. Interesante. E bukur. Mirë, Alban. Është një moment i politikës shqiptare që ka piketuar gjëra të cilat pastaj kanë sjellë konsekuenca në historinë politike të Shqipërisë më pas. Mendon që nuk u dha kurrë një përgjigje për këtë? Nuk i ka, Berisha është që, po Berisha nuk mban as ditare dhe nuk ka qef të tregoj kujtime, kështu që Nano nuk e kemi, nuk e di, Çoku nuk është, kështu që... Falenderoj shumë që ishe në bised, falenderit shumë, që ishe për ndarë ato momentet edhe kujtimet, po edhe analizën e humbjes ditës së sot. Urdhro, ndjes? Dua t'i përcjell patjetër nëpërmjet ekranit edhe ngushëllimet familjes zotit Nano dhe natyrisht edhe të gjithë atyre socialistëve të cilët e kanë një vesë të keq që e kanë atë shprehjen vdiq mbreti rroft mbreti dhe në fakt dukej sikur e kishin harruar, po në këtë muaj të lajmit për sëmundjen e tij u pa që tek shumë njerëz nostalgjia për Nanon dhe për atë çfarë ka qenë ai për Partinë Socialiste ishte ende i gjallë. Interesante. Të falenderoj Alban, faleminderit shumë, kishe drejt në fakt se shumë njerëz filluan ta komentonin, jo vetëm si lider historik, po me shumë nostalgji figurën e Fatos Nanos. Faleminderit edhe një herë që ishe. Profesor, me që jemi këtu, biseda e fundit që ke patur me Fatos Nanon, mesazhet e fundit që ke shkëmbyer me të? Do me mesazhet e fundit, biseda e fundit drejt për drejt ka qenë para disa vitesh,
dhe diskutuam për një situatë që kishte PS-ja për strukturimin e saj brenda qeverisë, edhe me ide nëse mund të angazhohesh ose jo. Ai gjithmonë kishte një vlerësim pozitiv për kolegët e tij dhe sa që krijoi në një rast bënë prapë një përpjekje për të riaktivizuar. Nuk ishte ai nano aq i ftohtë që dukej në publik. Domethënë ai njihte socialistët, i donte socialistët, përpiqej për raste konkrete, por ajo që prapë trashëgimia më e madhe është prirja e tij për të gjetur paqe, për të gjetur zgjidhje. Kujtoj dhe rastin me presidentin Mojsiu, që u diskutua kryesit Partisë Socialiste si një zgjidhje oportune, dhe ai e mbrojti që në fillim idenë, duke patur parasysh edhe profilin e presidentit Mojsiu si një shtetar i sprovuar, me rrënjë të thella patriotike familjare, me gjitha kontributet që kishte, dhe nuk ishte hezitues, nuk krijoi debate për të diskutuar për emre të tjerë. Ne më keni deleguar, diskutuam për këtë. Tani unë dua ta diskutoj me ju dhe ju mundësisht të më mbështesni. Nano nuk i punoj në vendimarrje. Jo, asnjëherë. Edhe kur zgjidhim deputetët, edhe kur zgjidhim kryetarët e bashkive, nëse kishte emra që nuk e meritonin apo kishte kandidat më të mirë, ai gjithmonë e pranonte një lloj oponence brenda kryesisë Partisë Socialiste, sepse kishte të qartë që ne ishim dashamirës në thelb, dhe kur bënim propozime që nuk ishin tamam ato që priteshin, ishin në thelb, kishin dashamirësi, nuk kishin një interes tjetër. Dhe ai dinte të lexonte njerëzit, tu kishte aftësi të veçantë. Unë kam raste konkrete 2-3 herë kur kam marrë bashkëpunëtor për të punuar me mua dhe e kam pyetur dhe kur më ka thënë që ky s'të bën, ka dalë që nuk bën. I njifte, kishte një aftësi të veçantë. Interesante. Ishte një lloj talenti i tij. Kam një pyetje profesor, mendoni nostalgjia më e madhe e shqiptarëve nëse e lidh me politikën e Fatos Nanos ka qenë pjesa e ekonomisë. Ishte vërtet një lulëzim apo një moment i tillë kaq prapati vërtet një lulëzim të tillë ekonomik ajo periudhë apo është thjesht një nostalgji e gabuar e shqiptarëve? Jo, keni parasysh që gjithçka vjen nga pika referimi. Pra, ne morëm në 97 një Shqipëri që ishte në konflikt civil dhe nëse do kishte mbajtur një qendrim simetrik me ish majorancën, i dini që vendi të armiqsoj akoma më tepër. Mbledhen dokumenta ku ne kemi marrë kredi dhe mbështetje nga jashtë, projekti ka pas emrin program post-konfliktual. Po. Dhe ajo që bëri ai në mënyrën më të mirë ishte që e zbuti situatën, nuk e acaroi, gjithçka e duke u zbutur. Dhe njerëzit si e sot kujtojnë atë periudhë edhe për faktin që ndiheshin më të lirë në vetvete, sepse nuk ishte një qeveri që kërkonte një pushtet absolut. Dhe ata kujtojnë, ai sa unë kam informacione, e kuptojnë me nostalgji atë periudhë, sepse nga një vend që ishte në gremi, arriti të ringrihej dhe Shqipëria e 2005-s, jo thjesht nga treguesit ekonomik dhe social, por dhe nga demokracia, si funksiononte ajo me ndarjen, kontroll, balancë të pushteteve, respektimin e palëve, ishte 100% ndryshe se Shqipëria në 97. Kështu që ndryshimi ishte i madh, prandaj dhe vlerësimet mbeten akoma pozitive. A ka patur në një moment, profesor, që je mërzitur me Fatos Nanon? Se ne sa herë që humbasim dikë, kujtojmë gjithmonë momentet e mira, po në një moment që edhe ke debatuar me të, edhe ndoshta je zënë me të, edhe si ka qenë ai në këto situata? Diçka që ti e mban mend? Duke qenë ministri i Financës dhe thelbi i gjithë Shqipërisë ishte marrëveshja me FMN, ku përgjegjësi ishte ministri i Financës, ne takoheshim një në javë. Dhe unë dhe me pikat vogla dhe thosh edhe ti lam, më thosh mua dhe i diskutonim gjërat. I njifte në thelb gjërat, plus që kishte atë metodën e punës që delegonte, Nano nuk të kontrollonte. Nano të bënde përgjegjës në qoftë se nuk e bëje një gjë, por në qoftë se i kërkoje një mendim të dytë, ai thoshte këtë punë e ke marrë ti përsipër dhe je ti përgjegjës në aspektin kushtetues për detyrën tënde. Interesante. Nano kishte raste që shpërthente, si çdo politikan, si çdo njeri se qeveris një vend në vështirësi maksimale. Por ajo që e bënte të veçantë Nanon është e para Nano nuk ishte admiq të përhershëm në parti. Bile me të qeshur në atë kohë gazetarët, thoshin që dallimi midis modelit të liderit të PD-s dhe modelit të Nanos ishte si me stacion autobusit. Nëse lideri i PD-s po toti nga autobusi, nuk të lihet më. Por nëse Nano përkohësisht ka nxjerrë nga qeveria, thoshin me të qeshur, rritet stacioni i autobusit, se kur vihet një ditë ose 3 do të hipësh prapë lart. Pra nuk ishte i hapur. Ishte një gjë të mirë që kur nxehej, dhe nxehej, patjetër acaroheshi ndonjëherë palët
edhe unë kam pas rastet e mia, por pasi ndashim ashtu të acaruar, nuk kalon më shumë se një orë, ai të metën telefon, hajde të flasim prapë tani thosh, edhe e pyente ata, nuk e ushqente distancën. Ta i kisha autoritetin si kryeministër që thoshte, "Ok, s'më pëlqen. Bë punën tënde, po unë nuk ta jap mbështetjen time." Ndërsa unë e them me shpirt që menaxhimi i shpejtë i krizës së piramidave nuk mund të bëj pa qartësinë edhe pa mbështetjen e sinqertë të Nanos. Për mua si ministër financave patër. Interesante. Për ta mbyllur me Çipën se e di që duhet largohet, po edhe pastaj një kujtim të fundit nga profesori. Çipa, ti tek pjesa e shkruarës sigurisht është nëse do të kishte një epitaf për Fatos Nanon në përcjelljen e tij për banesën e fundit. Çfarë do të shkruaj mbi të? I mori të gjitha plagët dhe i dha të gjitha veset tranzicionit dhe në fakt meritoi gjithë lëvdimet pas tranzicionit. Shumë e bukur. Falenderoj shumë që ishe sot për ta kujtuar Fatos Nanon si një person historik në politikën shqiptare. Faleminderit edhe një herë. Ndërkohë që përcjell edhe Çipën stafi sepse duhet largohet. Profesor, ka patur Fatos Nano një moment tjetër në cilin ka patur një pikë të dobët në politikë Fatos Nano? Nano e ndjente atë që sidomos socialistët kishin minimizuar, dhe në një herë, sidomos me aktor jashtë PS-s, për shumë ishte në një rast me gazetar, me media, që reagonte në momentet caktuara, por Nano nuk ishte armiq të përreshëm, nuk e pëlqente që të bashkëjetonte me një ambient armiqësor. Ndoshta edhe përvoja e burgut, edhe formimi i tij, edhe si thua thelbi i tij në shpirt liberal dhe demokrat. Dhe ishte një njeri që e afronte paqen, nuk e mbante ndezur konfliktin. Dhe kjo e bënte pastaj një lider modern, sepse tiparet e leadershipit në historitë të Shqipërisë janë liderët e fortë dhe jo liderët modern. Kishte vese Fatos Nano? Shiko, unë e them sinqerisht tani se duhet ta besojmë që thon pinte. Nano, unë asnjëherë, dhe këtë bëj me detyrim të qartë që është e vërtet, nuk e kam parë të deu. Unë rria zakonisht deri në orën 10 të natës, pastaj ktheheshin kishin familjen, por nuk e kam parë në një mbledhje, në një aktivitet të gjë. Sigurisht që kishte edhe atë jetën e tij personale, që i pëlqente. Patjetër. Dhe në thelb ato nuk e denaturonin ata si kryeministër. Ai përgjithësinë si kryeministër kishte të plotë. E kishte të plotë. Rendimentin në njësinë e kohës, se thoshin jo po punon kaq orë, jo po ngrihet vonë, jo po bë. Këto ka rënë të gjitha tani si kërkesa dhe si ta ndarte. Ai kombesonte me situash në rendimentin e njësitë e kohës. Kur të kërkonte një material, nuk kërkonte 5 faqe. Bë një faqe me pika, pastaj e mbush shumë vetë si kryeministër në takime me FMN, në bankotrore, në ndërkombëtar. Po pra ishte një lloj lideri që edhe lexonte shpejt, pra fitonte shpejt informacion, nuk ishte nevojë për ta drejtuar. E kish marrë informimin akademik, se kish punuar në një institucion dhe ishte konturuar që të dinte ta lexonte edhe në përreshta edhe ta lexonte shpejt dhe ta përkthente pastaj në mesazh me bashkëautorët ose me bashkëbizetuesit. E qartë. Unë mendoj që është lideri i parë pas tranzicionit që pas një trashëgimi të pasur. Çfarë do të mungoj e fundit për ta mbyllur? Çfarë do të mungoj nga Fatos Nano? Sigurisht, ndjen mungesën e një lideri që të ka përzgjedhur, të ka promovuar, të ka mbështetur. Është një mungesë shpirtërore, sepse ai në pjesën politike pas 2005-s vetëm në raste të veçanta angazhoi dhe nuk është rinte, sigurisht informacion kishte për çdo gjë, por nuk hynte në detaje. Nuk përfshihej. Në tash më shumë delegonte të mbështetëse se sa të kontrollonte dhe të mbante në hiro si ministër. Mirë, të falenderoj shumë që të pata për të ndarë disa momente dhe kujtime për Fatos Nano. Faleminderit shumë, profesor. Kënaqësi. Faleminderit dhe ju. Faleminderit. Edhe një herë ngushëllime familjes Nano për humbjen e kryefamiljarit të tyre. Megjithatë do të vazhdojmë me pjesën tjetër programi, do shkoj vetëm pak shkëputje publicitare dhe pas pak do të ndalemi tek rasti denoncimit të një 15 vjeçari që ka bërë ndaj 48 vjeçarit Fation Bushi. Çfarë ka ndodhur konkretisht?
në lidhje me abuzimin seksual, do t'i marrim disa informacione pas pak.